konkretisht juve më thoni për mbi çfarë keni ju kërkesë konkrete mbi ato që sepse ajo ndahet në disa faza, në pjesë i reagim këto që. Duke qenë se ju keni qenë dhe ish luftëtar i UÇK-s, duke qenë se ju i keni ndjekur edhe ngjarjet më nga afër, cilat janë pikat ku bini desh me zotin Fatos Klosin ato dali që ai ka bërë në televizion. Pra kjo është ajo se çfarë dua të kuptoj unë, por edhe për teleshikuesit, për shkak se vërtet ajo ka qenë një reagim në rrjetet sociale, por duke qenë se ju keni qenë një pjesëmarrës në luftën e UÇK-s, duke qenë se zoti Fatos Klosi ka qenë ish kreu i shërbimit informativ, unë edhe për interes të opinionit publik dua të di se ku ndeshen të vërtetat apo të pavërtetat që shpesh erthuhen. Shiko, reagimi im ka të bëjë me disa deklarata. Fatos Klosit të bëra kohët e fundit, kryesisht për 2 javët e fundit, por edhe një ditë para protestës për ushtrinë shqiptare të Kosovës në Tiranë, në disa televizione private në Republikën e Shqipërisë, me disa deklarata të tij të cilat nuk qëndrojnë pra në aspektin e para, ka të bëjë me deklaratë që për në Euronews Albania, ku Fatos Klosi deklaron që vitis tjerave, pra ka qenë pjesë e bisedimeve që janë mbajtur për shtatë përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, shtatë përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe porit në atë kohë për demilitarizimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pavarësisht asaj që zoti Klosi thotë që kam qenë pjesë asaj mbledhje, zoti Klosi nuk ka qenë pjesë asaj mbledhje. Ajo është një mbledhje e cila ka zgjatur 2 ditë me datë 18 dhe 19 qershor të vitit 1999. Është mbajtur në Katundin e ri të Malishevës, fshati Katundin e ri i Malishevës, ishte një nga fshatrat ku ishte vendosur shtabi i përgjithshëm bashku me Divjakën dhe Kleçkën që ndodhet aty, vendqendrimet e qeverisë përkohshme, shtabi i përgjithshëm dhe të Radios Kosova e Lirë dhe të Kosova Press, që ishin në funksionet të luftës në atë kohë dhe të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo mbledhje është mbajtur, siç e thash, 2 ditë, në 2 data, 18 dhe 19. Zoti Klosi ka ardhur në tretën e dytë, në datën 19, por nuk ka hyrë brenda në atë mbledhje. Pavarësisht se ka tentuar të hyrë brenda, ai nuk është lejuar të hyrë brenda, jo nga ne, por me kërkesë specifike të në atë kohë, pajisuksit NATO-s, pra komandantit të KFOR-it, generalit Mike Jackson. Kjo është njëra, pra ka qenë prezent në vendin ku mbajtur mbledhja, por nuk ka qenë prezent në mbledhje. Ashtu si zoti Klosi pretendon. Kurse po një deklaratë tjetër ka të bëjë me çështjet e komandantëve të zonave, ku zoti Klosi thotë që për herë të parë komandantët e zonave u takuan në atë mbledhje. Nuk është e vërtetë, komandantët e zonave janë takuar më parë me njëri tjetrin, kanë pasur komunikim të vazhdueshëm me njëri tjetrin, zoti Klosi thotë se nuk e njihnin njëri tjetrin, por nuk qëndron për arsye se komandantët e zonave janë emëruar në atë detyrë nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra nuk janë vetë emëruar, por janë emëruar nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ka pasur komunikim të vazhdueshëm ndërmjet tyre dhe çdo koordinim midis tyre ka kaluar nëpërmjet shtabit të përgjithshëm dhe e njihnin njëri tjetrin. Më përpara, me fjalë ata nuk kanë qenë antar të shtabit të përgjithshëm për me datë 6 shkurt të vitit 1999, me datë 6 shkurt të vitit 1999, mbajtur një mbledhje në Arbëri të Drenit, ku kanë marrë pjesë edhe komandantët e zonave dhe komandantët e zonave në atë mbledhje është vendosur që të jenë edhe antar të shtabit të përgjithshëm. Pra, ata pra hedh poshtë ato deklaratë të zotit Klosi që komandantët e zonave nuk e njihnin më përpara njëri tjetrin, do nuk qëndron. Dhe për këtë arsye, pas kësaj mbledhje, në datë 10 shkurt, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë shqiptare të Kosovës ka dalë me një komunikat, është komunikata 31 e asaj kohe, e cila flet për këtë ngjarje, për këtë takim dhe për vendimet e marra në këtë takim. Pra një nga vendimet, sepse bërja e antarëve, bërja e komandantëve të zonave operative të ushtrisë shqiptare të Kosovës antar shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte një nga vendimet që u morën në atë mbledhje. Kishte edhe vendime të tjera të rëndësishme që u morën në atë mbledhje. Kurse kundërshtimi tjetër imi që kam kundërshtuar nëpërmjet shkrimit tim është një deklaratë zotit Klosi në një nga televizionet e tjera, sa më vonë tek televizioni MCN, i direkte të Yllir Akipit që thotë ka ndihmuar Republika e Shqipërisë, Shqiptarët e Kosovës dhe zoti Klosi thotë që nuk ka dhënë asnjë fishek, edhe kjo nuk qëndron.
si ushtria shqiptare e Kosovës ka marrë ndihmë nga shteti shqiptar. Ndihmën e parë ka marrë në vitin 1991 me grupet e armatosura të cilat kanë stërvitur në Surrel të Tiranës me vendim të Ministrisë së Mbrojtjes nga oficerët më të mirë të atëherë të ushtrisë shqiptare. Kanë përgatitur 2 grupe në të cilat kanë marrë pjesë edhe Adem Jashari, Zahir Pajaziti, Salim Çekaj, Orzim Jashari dhe shumë të tjerë. Dhe këto ishin njerëz që ngritën grupet e para të armatosura në vitin 92 mbrapa në Kosovë, ishin baza e UÇK-s, pra fillimi i grupeve të armatosura dhe baza fillestare e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo është ndihma e parë që i ka dhënë, pra kjo stërvitje, dhe nga ky grup kanë marrë pjesë 2 grupe, grupi i parë 54 persona, grupi i dytë 52 persona, pastaj nga ato 2 grupe kanë hyrë në Kosovë vetëm 34 prej tyre. Këta 34 kur kanë hyrë në armatosur nga shteti shqiptar me armatimin dhe municionin e nevojshëm për çdo person dhe janë shoqëruar nga këta oficerë që kanë stërvitur deri në kufi në kufirin e atëhershëm ka qenë kufiri shqiptar, që sot është kufiri shqiptar në atë ka qenë kufiri midis Republikës Shqipërisë dhe Republikës Federale të Jugosllavisë, i njohur në atë kohë. Hyrja e kufirit ka ndodhur me datë 8 dhjetor të vitit 1991 dhe ajo shënon erën e parë cilën thyet kufiri shqiptar. Kurse më pas, do doja vetëm të bëja një pyetje. Mund të jetë kjo fakti që Fatos Klosi ka qenë i shkreu i shërbimit informativ dhe nuk mund të thot dot haptazi që Shqipëria ka mbrojtur apo ka furnizuar me fishek apo mendim UÇK-n sepse mund të rëndojnë mbi komandantët cilët janë në Hag apo mbi procese tjera që mund të ndodhin, mund të ekzistojë kjo mundësi? Jo, nuk ka lidhje fare me komandantët në Hag, për arsye se ata që janë në Hag ka qenë antarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk ka qenë antarë të ushtrisë shqiptare. Pra vendimi për stërvitjen e forcave, dhe vendimi edhe për një stërvitje tjetër, pra në mars të vitit 1999, pas vendimit të NATO-s për të hyrë në luftë kundër Serbisë dhe vendimit për bombardime pas datës 24 mars, Ministria e Mbrojtjes së Republikës Shqipërisë dhe vendimi 199 mori vendim të hapte 2 baza stërvitore në atë kohë për ushtrisë shqiptare të Kosovës. Njëra ishte baza stërvitore e Fekenit, e cila varri nga shkolla e oficerëve Skënderbej dhe shkolla e bashkuar Qenitet, dhe baza tjetër ishte baza e Burrelit, e cila varri nga batalioni i sigurimit të Ministrisë së Mbrojtjes. Në këto 2 baza u bë stërvitja e rreth 8000 vullnetarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës që erdhën nga diaspora. Pra, këto vendime janë marrë nga shteti shqiptar, vendimet të bëra zyrtarisht, të vepruara zyrtarisht. Këto baza nuk ishin në mënyrë të fshehtë, për këto baza dhe për stërvitjen në këto baza kishte dieni në atë kohë gjithë personeli diplomatik i gjitha vendeve që ndodhen në Republikën e Shqipërisë, pra nuk është bërë në mënyrë të fshehtë. Dhe në këtë rast nuk është vendim i as Hashim Thaçit as dikujt tjetër, pra është vendim i Republikës së Shqipërisë dhe jo vendim i Hashim Thaçit, kështu që çfarëdo që thuash tash kjo nuk mund të rëndojë mbi Hashim Thaçin, mbi askën tjetër që ndodhet në Hag, dhe mbi asnjë komandant tjetër, sepse nuk është vendimarrja e tyre, ata s'kan qenë antarë të ushtrisë shqiptare, qenë antarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Që kjo që thoni juve nuk qëndron. Në fakt, Dritan, në këtë kontekst të zhvillimeve apo edhe të ngjarjeve që po marrin për masa, po them kombëtare, gjithmonë lufta për çlirim ka pasur për masa kombëtare. Do doja të mirë një koment nga ju si e pat manifestimin që u bë në Tiranë për liri për çlirimtarët, pati edhe përplasje politike apo kundër akuza midis Kurtit dhe Ramës, por dua të fokusohem pak si e pat ju vetë këtë manifestim të liri për çlirimtarët. Përfshinte gjithë UÇK-n, përfshinte gjithë ata individ cilët kanë luftuar për lirinë e Kosovës? Duhet keni një gjë parasysh. Këto manifestime është një vendimarrje e kryesisë të shoqatës veteranëve, të organizatës veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo është një vendimarrje atyre është bërë para 2 muajsh në kryesinë e tyre dhe është marrë vendimarrje që do të bëhen 5 manifestime të mëdha. 3 do të jenë në qendër. E para është zhvilluar në Prishtinë, pastaj pretendohet në Shkup, tjetra pra 2 muaj, nuk janë vendime të marra sot ose dje. Pra është një vendim Tiranë vetëm koha se kur do të mbajnë para dhe në momentin që kjo shoqat të bimi atëherë hyrim në lojë që pretendohet